fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Dikush nga përndjekjet e regjimeve anti-shqiptare, dikush nga vështërsitë e mbijetesës, dikush nga arsye të tjera, që nga fillimvitet e 70-ta të shekullit kaluar kanë emigruar jashtë Kosovë shumë shqiptarë. Emëruesi përbashkët që i lidh të gjitha këto grupe është fakti se asnjë shqiptar nuk e ka lëshuar Kosovën për turizëm, secili ka patur një arsye jashtë dëshirës personale. Shumica nga ta i amësyen Europës, kryesisht emigruan në Gjermani dhe Zvicër, dhe pak nga ta edhe në Amerikë dhe vendet tjera. Në mesin e tyre, njeriu i cili me zemër të thyer la Kosovën për të emigruar në Gjermani, ishte tashmë veprimtari dhe patrioti i madh Baca Xhavet Ramabaja, i lindur në vitin 1949 në fshatin Dashris të Kamenicës. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Siç e paralajmërova, protagonisti i këtij emisioni do të jetë një shqiptar i heshtur, por shumë aktiv, i cili asnjëherë nuk u rrëmbye nga asgjë, por dinjitetshëm dhe me shumë devotshmëri një jetë ja kushtoi Kosovës, nga e cila emigroi gjysmë shekulli më parë. Ai doli nga Kosova, por Kosova nuk doli nga ai në asnjë çast. Është pra ky nipi i Eminit dhe djali në mesin e 4 vëllezërve, Muharremit, Rushdiut dhe Hajredinit, i prindërve babës Eminit dhe nënës Sherifes. Shkollën fillore e ka mbaruar në Dashic dhe gjimnazin në Hogosht. Për shkaqe politike dhe ekonomike në vitin 1970 emigron në Gjermani. Në vitin 1977 kyçet në rrjetin e bashkëpunimit me shqiptarë të tjerë, si dhe në Kongresin e Partisë Komuniste të Gjermanisë, hiç më pak se ku ishte kryetar gjermani Ernst Aust. Me themelimin e klubit Kosova në Bielefeld të Gjermanisë më 28 nëntor 1979, zoti Xhavet Ramabaja zgjidhet kryetari i parë i tij, i përkrahur nga veprimtarët e kohës, si Hamz Laçi, Rez Daka, Limon Berisha, Dërgut Sahita, Isak dhe Recep Dugolli, Habib Murtezi e të tjerë. Në mesin e shumë aktivistëve dhe aktiviteteve që i kanë zhvilluar, më 9 maj 1981 organizohet demonstrata e parë në Düsseldorf me përmasa të mëdha, ku klubi Kosova bart barën kryesore të organizimit dhe artikulimit të kërkesave për Kosovën Republik, si mbështetje të demonstratave në Kosovë. Që nga themelimi i klubit Kosova, pa rreshtur kanë vepruar aksionet dhe synimet e konsulatës jugoslave për pengimin e punës së këtij klubi, duke tentuar ta fusë nën pollazin e kësaj konsulate, gjë të cilën nuk i arriti asnjëherë, dhe për këtë meritat i kanë udhëheqësit e klubit në krye me patriotin guximtar zotin Xhavet Ramabaja. Që nga viti 1981 deri më sot klubi mori emërtimin Kosova 81. Aktualisht kryetari i klubit është zoti Sali Berisha, ku antar nderi është zoti Xhavet Ramabaja. Duke patur parasysh se për historikun, sfidat dhe veprimtarinë e klubit Kosova do ta përgatisim një emision të posaçëm, me këtë rast nuk do të flasim gjithësisht dhe në detaje për klubin Kosova. Në vitin 1990 dhe vitin 1992, zoti Xhavet Ramabaja ka qëndruar në Shqipëri dhe është takuar me liderin demokrat Sali Berisha, duke koordinuar aktivitetet për Kosovën dhe Shqipërinë në Mërgat. Me iniciativën e veprimtarit zotit Bejtush Isufit, autori e emisionit Fakte, kohë më parë ka udhëtuar për Bielefeld të Gjermanisë dhe ka bashkëbiseduar me njeriu e heshtur, veprimtarin e madh dhe patriotin fjalë pak e punë shumë, që unë kam dëshirë ta quaj Baca Xhavet Ramabaja, të cilin do ta transmetojmë në 2 pjesë. Pa humbur kohë, le ta përcjellim pjesën e parë.
'cause I had nowhere. Shikues të nderuar, ndodhemi në Gjermani. Ndodhemi më saktë në një odë të një veprimtari, të një patrioti, të një njeriu të urtë dhe të mençur, Baca Xhavit Ramabaja. Në vitin 1970 emigroi në Gjermani. Arsyet e emigrimit, veprimtarinë, jetën e tij, krejt ja kushtoi Kosovës. Kosovën që aq shumë e don dhe për të cilën rastësisht edhe jeta i ka shpëtu. Përndryshe, shpesh herë në bazë të rrëfimit që do ta ndjekim në vazhdim, do të konkludojmë siç konkludova unë edhe në bashkëbisedim para këtij gjerimi, që krejt rastësisht ka mbetë edhe në jetë, me krejt peripecit dhe edësjadën që ky ka përjetu duke vepruar, nuk ka qenë asnjëherë viktim, as se ka konsideru vetën si tillë. Ky në fakt ka qenë një veprus, kogja agresiv, edhe hiq ma pak se kundër një perandorie të madhe që është quajtur Jugosllavi. Baca Xhavit, mirë se ke ardhur në misionin Fakte dhe mirë se ka marrë në odën tonë dhe këtu në Gjermani. Ju falenderojmë, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Pse Xhavit je kaq fjalë pak kur e di që pas veti keni një veprimtari shumë të bujshme dhe besë të madhe? Pse je kaq i pa fjalë? Pse për ty opinioni dhe publiku në Kosovë nuk din ma shumë? Është arsyeja se neve jemi marrë konkretisht me punë praktike, edhe nga kjo gjendje kemi menduar gjithmonë që vetëm të veprojmë, të organizojmë bashkëdhetarët, të njoftohemi me popullin gjerman, me institucionet gjermane, edhe gjatë këtyre veprimtarive, neve kur nuk kemi menduar që ma vonë të kemi një zonë, ose të kemi një post, ose diçka tjetër. Për atë arsye, unë mund të them se neve kemi veprua, i kemi shërbyer Kosovës, kemi dhënë çdo gjë që na kanë pas lakmi edhe shumë shoqata gjermane dhe qeveria gjermane. Për këtë arsye ne kemi ditur të punojmë e jo të bëjmë zë për veti. Je nga Kamenica, Artana, çka do të thotë mbiemri Ramabaja? Ne kemi një preardhje nga Ramabaja, ku në realitet gjendet në Serbi. Atje, para shumë vjetëve, familjet tona janë detyruar të ikin dhunës serbe, edhe janë vendos një kodrin në Kosovë, në Kamenic praktikisht, edhe aty pastaj quhet Ramabaj, edhe kjo pjesa jonë e Ramabajve në Kamenic, edhe sot e kësaj dite edhe në Serbi ekziston një fshati quajtur Ramabaja. Dhe si mbiemër dhe si eksponent që kanë emna të ashtjerë, që janë të afërt familjarë tu, kushërit pare, dytë, a kom drejt kur të thëmë që familja Ramabaja në përgjithësi janë veprimtarë çështjes kombëtare? Po, mund të thuhet, kemi disa intelektual të njoftën në Kosovë, kemi ushtarak që kanë udhëheq luftën e Logjës në organizimin e qeverisë të Ibrahim Rugovës, edhe kemi disa dietarë dhe shkrimtarë tjerë që quhen me mbiemrin Ramabaja dhe i takojnë rrethit tonë familjar. Baca Xhavit, hiq ma pak se në vitin 1970 ke emigrue. Cili ka qenë motivi dhe çka të ka shty, se me gjithat e në atë kohë ke qenë në moshë dikun 20 vjeçare. Po. Dhe njeriu në moshën 20 vjeçare me gjithat e është i formum. Por që tojnë pjeket me përvojë dhe me jetë. Ta shty marë parasysh moshën tonë, ndërtimin tonë, edukatën tonë dhe familjare, dhe ndjesit që ke pas, edhe ndaj çështjes kombëtare, edhe ndaj familjes, edhe ndaj shoqërisë në përgjithësi, çka të ka bo edhe cili ka qenë motivi i emigrimit dhe daljes nga Kosova, qysh në rini tonë dhe të hershme? Në atë kohë, kryesisht, ju vetëm unë, por gjithë ata emigrant të asaj kohë, ne jemi larguar në rendin e parë për arsye ekonomike. Papunësia, varfëria, të papunësum në për familje, do më thonë kemi pas nevojë që të largohemi nga atë dheu për të ardhur këtu në Gjermani,
edhe për të kontribuar në ndihmën e mjeteve financiareve, ndihmat ndryshme që kemi mujtë me u bo familjarëve atje në Kosovë. Kjo ishte kryesorja që ne u largum nga Kosova. Dhe ju erdhë në një tokë të huaj, në Gjermani. Okej, Gjermania ka qenë edhe Gjermant dhe për i të parëve tonë, gjithëre Iliro Arjano për historikisht, po edhe në ples të ishin i kemë daj Gjermant, edhe ka qenë një farë simpatie për këtë vend edhe e vërtet është kjo dhe o dëshmu historikisht. Qysh e gjinë në to filet e para, ku ke ardhë, qka ke vepru, cilat kanë qenë sfidat e para tua? Sfidat e para në aspektin privat, nëse themi kanë qenë gjuha, nuk kishim aq bashkëdhetar shumë. Unë për shembull kam kalu një vit e gjysmë, nuk kam takuar do një bashkëdhetar ku mund të bisedoj shqip. Ma vonë fillum njohjet në mes veti, fillum ndërlidhjet ndejat në paroda, bisedat e ndryshme, edhe për ngjarjet në Kosovë, pastaj fillum të interesohemi, unë më interesu për shtypin e ndryshëm që atëhere nuk ishte i lehtë. Unë mund të them lirisht se atëhere kur e sjell këtë dikush një rilindje të Kosovës, neve e ruanim atë me javë të tëra që ta shohim që e kemi një gazetë shqip në pranin tonë. Këto ishin ato preokupimet tona në dheun e huaj, por pastaj fillum ngadal edhe të integrohemi në shoqërinë gjermane, për arsye se nevojitej gjuha, aq më i mirë integrimi, aq më i mirë edhe marrëdhëniet ndërjezore me kolegët gjerman, me popullin gjerman, edhe fillun edhe njohjet e para në mes ne dhe popullatës gjermane. Kam dëshirë të theksoj se aso kohë ne si shqiptarë nga Kosova që kishim marrë këtu, natyrisht neve fillum që t'ja shpjegojmë gjermanëve se neve jemi shqiptarë. Edhe kur u themi se ne vim nga Kosova, ata nuk e dinin ku është Kosova. Kështu që në atë aspekt kemi kontribu shumë në mes palës gjermane dhe diasporës shqiptare, dhe më hanë praktikisht neve e kemi bën një njohje, i kemi dhënë palës gjermane një njohje pozitive për vendin tonë edhe për atë se ne Jugoslavi jetojnë edhe tjera komsi, nuk jemi të gjithë Jugoslav, por ka shqiptar kemi, ata nuk e kuptojshin këtë shpjegim. Në këtë aspekt ma vonë, nga vitet e 80-ta, fillum pastaj pas ngjarjeve politike, pas fillimit, pas acarimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Kosovës, fillum me u shpjegu edhe ma mirë gjermanëve se kush jemi dhe përse luftojmë, përse inkuadrohemi ne, se ne në atë vend nuk i kemi drejtat e plota, nuk jemi të barabartë me popull tjerë Jugoslav, kështu që kemi arrit një rezultat mjaft mirë në këtë aspekt. Dhe ju me njerë keni fillu një aktivitet dhe shumë shpejt keni kriju një qelull të parë të miqve, shokve ku keni menduar si tani të dalën nga Kosova të veproni për Kosovën jashta punës e mbajtjes të familjes e ekzistencës që është normale. A mund është fillet e para të iniciimit kryesisht të le të themi tash të një veprimi politik, nëse mund t'i themi, duke e ditë se po flasim për një periudhë kur mbas vitit 74 megjithatë shqiptarët në Kosovë e kanë pas ndrimet kushtetuese, një pasaportë universiteti, një farelindje dytë dhe keni formue një iniciativë, një ide për ta formuar pastaj edhe një klub që të bësh shqiptar që artikulojnë kërkesat e tyre. Qa mundesh më na thonë për fillet e themelimit të klubi dhe sfidat që i keni pas me konzulatën e shtetit të ish Jugosllavisë në Gjermani, i cili ka qenë i plot fuqishëm dhe i cili ka pas komunikime me shtetin gjerman si një konsulat zyrtare dhe ju, me qëndrimet dhe veprimet e juve, keni punu kundër interesave të shtetit Jugoslav. Në anën tjetër keni qenë të mirë pritun prej gjermanëve. A mund është për publikun me në sqarue themelimin e klubit, e curin, por tu kësha lut Modestin Leanash. Ne po flasim për publik dhe publiku e do të vërtetën. Dhe vetëm e vërteta na duhet. Po e vërteta, une e di, e kom ndëgjue, dhe nëse ju vazhdoni me modesti, une kom e ndërhyje. Kështu që urdhoni, fjale është për ju.
Për të ardhur te themelimi i shoqata neve fillum kontaktimet individuale me partitë ndryshme, shoqata ndryshme gjermane, siç ishin partitë majtiste, ishin shoqata ndryshme humanitare gjermane për drejtat e njerit, sidomos ishin kompetent për drejtat e njerit në shtetet komuniste, si në lindje, po ashtu edhe në Jugosllavi. Edhe neve gjatë bashkëpunimit me këto shoqatat ndryshme, unë ngrit edhe të na interesi jonë se edhe ne duhet të bëjmë diçka për t'ja bërë publikut jashtëm se një popull i vogël jeton në Jugosllavi të cilit i mohohen drejtat elementare për të mbijetuar. Neve kjo ide na lindi natyrisht si cilit aktivist që ishim, edhe neve u drejtum shoqatave gjermane gjatë bisedimeve me ty, ata na duhet theksoj se na kanë shprehen në një mirë kuptim, edhe na u zonë që edhe ne mund të nëpërmes shoqatave, themelimit shoqatave të ndryshme, mund të kontribuojmë në atë aspekt ku mund të ndihmojmë popullatën tonë atje. Ishte edhe në interesin e tyre, sepse pikpamjet për drejtat e njerëzit, ata ishin shoqata që merreshin me drejtat e njerëzit, kurse ne ishim ata që vuanim për të drejtat e njerëzit. Kështu që lindi kjo ideja reciprokisht për të bashkëpunuar. Sipas thënieve të tyre, na u zonë se do të ishte e mirë që nëse ju punëtorët emigrant nga Kosova që të themeloni shoqata, edhe në mes të atyre shoqatave të organizojmë tubima informative, kontaktime me shoqata tjera, kontaktime me përmirëtar politik gjerman të partive të ndryshme, edhe nga kjo arsye ne fillum edhe e themelum shoqatën e parë të pavarur nga konzulatat jugoslave me 28 nëntor të vitit 1979 në Bielefeld. Në atë shoqat bashkëdhëtarët e pritën mjaft mirë, edhe pse fillimisht kishte një farë hezitimi për shkak të përgjekjeve, për shkak të organizimeve tona që ishin pak a shumë edhe politike, sepse të kërkosh drejtat njerëzit nga një shtet komunist quhet propaganda armiqësore. Mirë po, me përkujdesjen tonë, me një politik kuptim plotë ndaj abëdhëtarëve, duke u shpjeguar nevojën për qenë të bashkuar, për qenë të informuar mirë, ne dhe publiku gjerman u bashkuan edhe kemi korë mjaft suksese të mira deri tani, sepse kjo shoqatë ekziston sot e kësaj dite. Natyrisht që posa themelum, ju ranë sy ambasadave jugoslave dhe ata ndërmarrën me njëherë veprime kundër nesh. Organizuan vizitat ndryshme pa deklarume nga ana jonë, ata vinin dhe ndërhynin brenda organizanin, u mundeshin me organizua zgjedhje kryesi të reja, sepse ne edhe unë personalisht si kryetar nuk ishte i përshtatshëm për regjimin e atëhershëm. Kështu që sa herë kanë ardhur, kanë dështuar, ndihmën e bashkëdhëtarëve kemi pas gjithmonë të fortë, gjithmonë edhe pse kam pranuar votime, gjithmonë votimet i kam fitu, karshi iniciatorit nga dërguesën nga ambasadat jugoslave. Natyrisht që ata fillon dikur edhe me i friksu bashkëdhëtarët, ju kanë dërguar post të ndryshme me kërcënime se nëse do ta vizitoni klubin Kosova në Bielefeld, do të burgoseni. Kaqka edhe ka ndodhur burgosje, ka ndodhur kontrollime nëpër Kosovë, Maqedoni dhe Malzi, vetëm për arsye se makinat e tyre të cilat kishin shkuar në atë dhe i kishin numrat e regjistrimit të qytetit Bielefeldit. Edhe automatikisht ata merreshin pyetje, sepse thoshin se ju po e vizitoni një vend, një adresë e cila është armiqësore, anti-jugoslave, edhe siç e quanin ata atëherë irredentiste. Për ta sqaruar për publikun, klubet që hapeshin këtu domosdoshmërisht duhet të kalonin nëpër dyrët e konzullatës jugoslave për arsye se konzullata donte ta kontrollonte mërgatën dhe veprimtarinë e saj dhe shpeshherë bënte edhe gjeste, domethënë sillte njerëz këngëtare, ku ta diun vetë sa me i mbajt në pullazin e tyne dhe që ideologjinë dhe atë rrugën politike të shtetit të Jugosllavisë, që për shqiptar ka qenë armiqësore, mund të themi tani nga kjo distancë kohore, ju keni formuar një klub
autonom t'jujen të shqiptarve, keni bashkëpunuar me partit e Gjermanisë, kryesisht Majta, keni vu kontakte edhe me eksponenta ndryshëm diplomatik të Shqipërisë të asaj kohe, të Enver Hoxhës, dhe keni pas marrëdhënie siç e kam kuptuar. Qysh mund të sfjegohet tash ekzistimi dhe tejkalimi të gjithë atyre peripetive me konzulatën, kur e dim që konzulata mas pari ka pas autoritetin për shtetit gjerman. E dyta ka vepru dhe ka pas mekanizma, ka pas njerëz të shërbimit sekret që nëse ka dashur më marr me ty, ti ka lexuar edhe votë në frigorifer që i ke. Qysh për kësaj distance kohore, ti e fole sfidën e krejt, po qysh keni arrit që ju të ekzistoni? Ty marr parasysh që njeriu është edhe normal, ka një herë bjen edhe nënshtrohet dhe propagandës tyne, se tash edhe prej gjithë njerëzve del ndonjë që edhe mund të thyet. Qysh ja keni arrit të jeni unik? Po, është e vërtet se presioni ka qenë jashtëzakonisht i lartë, këto mund ta vërtetojnë gjithë ata që njohin rrethin tonë dhe shoqatën tonë. Me dje se ka pas kërcënime, por bashkëdhëtarët ishin unik edhe nuk ka pas denoncime, që kemi pas shumë frikë për shkak denoncimeve në mesin tonë. Edhe këtu kemi kaluar mjaft mirë në atë aspekt, ka pas konsulata, ka marrë hapa mjaft të vështirë për pengimin e punës tonë. Unë dua të citoj një emër, Shefqet Berisha, konsul në ambasadën Jugoslave, i cili na ka ndihmuar në mënyrën e tjetër, na ka informuar kush po shkon në konsulatën Jugoslave në Dortmund, kush po flet, kush po informon. Kështu që kemi pas në një farë rjeti, një farë kontaktimi edhe mrena ambasadës Jugoslave, ku kemi mujtë më informua se çfarë informata po shkojnë atje edhe çfarë rreziqesh mund ta paraqesin neve. Kështu që megjithëse, siç e thash pak përpara, 2-3 bashkëdhëtar janë burgos në Kosovë, janë marrë në pyetje pikërisht për klubin tonë. Kështu që ne ja dalëm kësaj gjendje duke qenë unik, duke qenë besnik në mes veti. Neve jemi interesuar shumë kush po vjen në mjedisin tonë, kush po hyn në lokalitetet e klubit Kosova, edhe kemi marrë informata, kështu që kemi qenë mjaft sigurt në këtë aspekt. Cila ka qenë veprimtaria e klubit? Çka ju konkretisht keni bu dhe keni arrit fjala vjen të realizon? Veprimtaria jonë kryesore, me ju thonë të drejtën juve dhe shikuesve, ka qenë dashuria ndaj atdheut, kultura, muzika jonë shqiptare, edhe veprimet në ngjarjet politike që ndodhen në Kosovë. Këto kanë qenë ato orientimi jonë për veprimtari. Edhe pastaj, kur erdhi viti 81, fillum edhe na me i dalë për krahje grevave studentore në Prishtinë. Këtu edhe fillum pastaj prap presionet jugoslave, edhe erdhen shoqatën tonë dhe u mundun të marrin telegrame denigruse ndaj ngjarjeve dhe demonstratave në Kosovë, këto që ishin praktikisht neve ata kërkonin nga ne që neve dërgojmë një telegram dhe t'i denojmë. Unë jam kërcënuar për këtë gjanë nga ambasadori Jugoslav Shime Jelić në klubin tonë. Ai vetëm ka thonë, nëse nuk dërgojmë telegram, nëse nuk pranon me dërgua telegram, ti do të denohesh rënë. Këtë mbrëmje që erdhen nga Komiteti Krajinor i Kosovës, aty u bë thyrja jonë kryesore me ambasadën Jugoslave. Na tham kemi drejt, është kërkesa drejt, u përgjigjet kërkesave të ligjeve të shtetit Jugoslav, edhe ne kërkojmë vetëm barazi që t'jemi të barabartë me republikën tjera, edhe kemi proharit Kosova Republikë, para konsullit Jugoslav. Kështu që pastaj nga ajo mbrëmje, patëm edhe një qetësi ma vonë nga ona aty, nëse nuk e provojnë, ata nuk mund të na bindet neve se duhet t'i denojmë ngjarjet edhe demonstratat studentore në Prishtinë. Na kanë ofruar, mua më kanë ofruar personalisht mjete financiare, më kanë ofruar poste, më kanë thonë nëse kthehesh në Beograd, kam dëshmitar të kryesisë, se unë gjithmonë me kryesi, më thanë unë deklarova se gjoja kam një
profesion të mirë në Gjermani dhe nuk kam nevojë të merrem me këtë. Cilët kanë qenë shokët ose bashkëpunëtorët e parë? Do me thonë, te ke themelue paka shumë këtë klub, je zgjedhë kryetar, ke qenë edhe sot je antar nder dhe je një kryetar historik, mund të themi, të klubit Kosova. Cilët kanë qenë disa emra në fillim që përshikues është mirë me i përmend që të kujtohen që ke pas tafërt? Po, unë kisha me thonë nga ata të partë që kanë marrë pjesë në themelimin e klubit, kanë qenë Hamz Laçi, Idris Mehmeti, Req Dhaka, Livan Berisha, bashkëtari ynë nga baza Cofleni këtu, kemi qenë Dërgut Sahitaj, e shumë tjerë. Dhe në cili ka qenë niveli ose bashkëpunimi që keni bo me diplomatë Shqipërisë në atë kohë, që ka qenë kogja ondërve me jo po flamurin dikun të në gjithë. Po. Dhe cila ka qenë ai komunikimi dhe cili ka qenë komunikimi juj me partitë komuniste gjermane? Bashkëpunimi jonë ka filluar me partitë majtiste gjermane qysh para viteve të 10-ta. Do më thonë mes tyne... Cila në parti? Ajo është quajtur Partia Komuniste Marksiste Leniniste e Gjermanisë. Kush ka qenë kryetar? Ernst Aust. Na ju bashkan gjithëm asaj partije për arsye se ata kishin literaturë shqiptare, kishin literaturë, gazetat e tyre botojshin artikuj ndryshëm mbi Shqipërinë, kur neve fishëlluam bashkëpunime me ta organizuan edhe ardhjen e shtypit shqiptar, si për shembull Shqipëria e Re, gazeta Zëri Popullit. E patën pëlqyer bashkëdhëtarët atëherë, sidomos gazetën Thumbi. Gazetë humoristike ka qenë shumë e mirë një gazetë. Domethënë me Gjermanë aty kemi filluar, pastaj na kemi zgjeru aktivitetin tonë. Kemi pas bashkëpunim me partinë e Gjelbërt, kryesisht me partinë Socialdemokrate. Kemi lidhë kontakte me Gjerman në Bielefeld, ku na kanë nivu shumë në aktivitetin për njohjen sa më të mirë situatës tonë në Jugosllavi. Gjithmonë i kemi pas për krah, kur s'kemi mund në vetë, i kemi thirrë ndihmë autoritetet gjermane dhe kemi pas për krahjet mëdha për tyne. Kemi pas bashkëpunim të madh me Sveden, për shembull, kur na kanë lejuar, na kanë ndihmuar në saktimin e shumë termineve në për institucionet gjermane, në për gazetat gjermane ndryshme. Domethënë kemi pas një aktivitet gjerë nga partitë gjermane të cilat na kanë dalë ndihmë. Ajo u bë me sakrificën tonë për arsye se pa aktivitet, pa kontaktime ndërnjerëzore me ta, nuk do të ishte e mundur. Kështu që atëherë u rrit edhe simpatia jonë për Kosovë, edhe sidomos simpatia u rrit kur doli presidenti Rugova në skenë. Në vitet 1990. Fillon aty. Edhe për ne ishte ajo me rëndësi, sepse neve ishim në një luftë për sa i përket organeve jugoslave, ishte luftë ilegale, edhe në atë luftë ilegale gjithmonë kishim edhe drojtje nga zbulimi, e me themelimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe me presidentin Rugova, neve na u rrit simpatia për presidentin tonë, na u rrit simpatia për të kontribuar, na u rrit vendosmëria, na u hoq paka shumë edhe frika, edhe kështu që në organizimin e Lidhjes Demokratike, Gjermania ka pas një zhvillim të madh politik për sa i përket ndihmave për Kosovën, organizimit politik, organizimit të ubijeve, informatave të ndryshme që u dashur me i majtë me popullatën gjermane, kështu që ka pas shumë suksesa të mëdha. Themelimi përmbi 700 aktiveve ishte një rezultati i kënaqshëm, i jashtëzakonshëm për ndihmën e atij popullatës tonë, sepse ju e dini se investoheshin arsimimin me 3%, që ishin ndihmat ndryshme që ishte e nevojshme për t'i përballuar gjenocidit edhe asaj dhune, edhe papunësie edhe fukarallakut në Kosovë. Dhe në kohën kur po flasim, do me thonë, u formu Lidhja Demokratike dhe dege në ndege aktive, si që ta në Gjermaninë, rreth 700 që kanë qenë aktive, ka pas një farë ndjesie ose tash
pej dashaksive, dashamirve, një farë, është thonë një farë fjale që mës tash Lidha Demokratike e formum, do të me nënkuptu që do të aktivitete në për klube më shuhe, ju me gjithate keni egzistuhe, keni vepruhe, cili ka qenë komunikimi dhe bashkëpunimi juj me një organizim tash Kogja Trije Masoveks që përmend Lidha Demokratike e Kosovës, ku kryetar ka qenë për kohën kur po flasim Hafiz Gagica. Jo, Lidhja Demokratike edhe pse klubet sipas statutit edhe sipas normave qytetare të ligjeve gjermane, shoqata duhet të jenë gjithmonë neutrale. Kjo është gjë normale. Mirë po, e vërteta është se edhe klubi Kosova, gjithmonë kryesia e Lidhjes Demokratike, aktivistët e 3% që gjithmonë janë zhvilluar në klubin Kosova. Kjo thënia se klubet duhet të jenë patjetër pavarur është më shumë, mendimi im është më shumë edhe ato që kam pa unë, më shumë shprehje diplomatike se sa e vërtet, sepse ishte LDK-ja ajo që ishte gjithandej. Këto pranojnë bashkëdhetarët, nuk është vetëm thënia imja. Edhe Lidhja Demokratike ka qenë edhe në klubin Kosova, mirë po natyrisht se nuk nga ana jonë nuk kemi tentu kur, as nga ana jonë as ka kryesja jonë që dëmtohet ose të denigrohet Lidhja Demokratike Kosovës, sepse përkroja ka qenë 99% edhe nuk ka pas ashtu mundësi dikush me denigrua Lidhjen Demokratike as presidentin Kosova. Natyrisht, ato grupacionet, domethënë disa njerëz që e kanë quajtur veten LPK, në realitet nuk ishin, sepse unë jam nga viti 1970 këtu, edhe i njoh aktivistët e parë të gjitha kategorive, të gjitha rrymave. Ishin rreth 7-8 persona në Gjermani që e quanin veten LPK. Kjo është e vërteta. Sepse kur organizonte Lidhja Demokratike të bime, na kemi edhe incizime që vetëm kanë qenë 50.000 bashkëdhetar. Aty o broharit të kjo Ibrahim Rugova. Edhe sa i përket këtyne përqamjeve, ato kanë qenë ma shumë propagandë, sepse nuk kanë pas substancë. LPK-ja në Gjermani nuk ka pas substancë. Këto mund të them hapësh, sepse i njatë gjithë. Edhe kështu që LDK-ja ka qenë ajo që ka dominue politikisht të mërgata shqiptare. Kjo kohë ka qenë e para prirë me aktivitetin e juj, se para LDK-s ka qenë veprimtaria aktiviteti, ka qenë komunikimi edhe me, si që thamë, me eksponent diplomatik të Shqipërisë, në Gjermaninë ka mbulue Austria dhe ka pas, do më thonë, edhe ambasadore, konzule, krejt, cili ka qenë bashkëpunimi juj, tani, me Shqipërinë, Shkurshqip dhe regjimin këtë aspekt. Bashkëpunimi ynë me ambasadën shqiptare në Vjenë ka qenë i ngusht edhe i koordinueshëm edhe i suksesshëm. Unë mund të ceki rastin për shembull kur ata fillun të na dërgojnë materialet ndryshme informative, por fillun edhe mu interesuar rreth organizimeve tona. Ishte logjikshme se atëherë regjimi atëhershëm kishte kontakte me partitë e majta gjermane. Kurse edhe ne kishim u inkuadrum të partitë e majta gjermane. Ata kanë qenë të informuar se shqiptarët nga Kosova i u kanë bashkangjit një partije të posaçme që kishte edhe emër në Shqipëri, që ishte simpatizante e partisë punës. Edhe kështu që fillum na kontaktimet me ambasadën shqiptare në Vjenë, kemi marrë nga ta udhëzime. Cilat kanë qenë këto udhëzime? Çfarë udhëzime? Udhëzime, unë në një rast konkret mund ta them kur gjatë vizitës sime që isha atje, sekretari i parë i ambasadës shqiptare në Vjenë, kur e bëm Skënder Dushi, kur e bëm një bisedë rreth organizimeve dhe gjendjes përgjithshme në Gjermani, ai më tha, shoku Xhavet, më tha se e kemi një vërejtje për aktivitetet tuaja. Thash po urdhoni. Tha, nuk është rrugës që të prioritët në për bulevardet gjermane marksizëm, leninizëm dhe të këndohet për Enver Hoxhën. Sepse partia jonë i ka mekanizmat e vetë,
Unë po shqiptoj kështu si që ka thonë ai. Andaj kemi mekanizmat tonë, kemi Radio Tiranën për propagandë, për marksizëm, leninizëm, për ju nuk do të ishte e mirë që të broharisni Kosova Republikë dhe marksizëm, leninizëm. Këto ma kanë thonë. Qysh spjegohet që kjo Bacaxhavit? Ata vetë janë konë eksponent përfaqësues të marksizëm, leninizmit me një regjimi, e vllazën e vetë për ju thojnë se kjo është kogja interesante dhe paraqet një lajm të madh, qysh mund të spjegohet kjo, sepse tani edhe nga kjo distancë kohore, unë po mendoj që kjo është dashur më mirëprit në farë mënyrë dhe ka qenë shumë e dobishme nëse ata ju pas kanë thonë kështu apo jo. Po kjo është e vërtetë, sepse nga ai takim unë gjatë rrugës bile ata më treguan, thanë, nëse kthehesh për Bielefeld, për Gjermani, mund të shkosh në Stuttgart, sepse është një të bëjmë organizative, dhe aty mund është me njëherë këtë ide, këtë këshill tonën me bisedu me Hafiz Gagicën edhe me disa tjera aty. E kur shkova unë në paraqita këtë problem, nuk po i them problem, po i them këshill, kjo këshill, cilën thash atyre organizatorit i thash, po edhe Hafizit, edhe Fahrettin Tafallarit i thash se më është thonë ditën e djeshme nga ambasada shqiptare se ne duhet t'i lëmë brohëritjet marksizëm, leninizëm anash. Dhe a kanë zonë vend më ndaj këto këshilla? Nuk zonë vend. Keni drejt edhe ju kur e shihni këtë si të pabesueshme, këto është në rregull, mirë po ata aty nuk më besuan, bile Fahrettin Tafallari e ka shkru libër ku thotë se Xhavit Ramabaja kritikohet për arsye se ka përhap dezinformacion këtu, sepse na nuk duhet broharasim marksizëm, leninizëm dhe nuk duhet këndohet për Enver Hoxhën. Ai e ka të shënuar në libër, pikërisht për këto çka unë i thash dhe ato çka mu kërkuan nga ambasada e Shqipërisë. Kjo është e vërtetë, se ata e kanë pas një tjetër trajtim të organizimit tonë. Trajtimi i parë ka qenë me bon kërkesë politike në diaspora, duke ja bërë publikut gjerman se ne nuk duam shkatrimin e Jugosllavisë, nuk duam luftë, nuk jemi për luftë, jemi vetëm për drejtat tona elementare që i takojnë çdo kombi në Evropën perëndimore. Kështu na kanë këshilluar ata. Kjo është e vërteta. Edhe pastaj patëm konflikte, dikur unë bile një rast, kom thonë një kontaktim e kom kërkuar me Fahrettin Tafallarin për me pyet tash, çka pas ka qenë me drejt? Broharitja marksizëm, leninizëm, apo mos broharitja. Kjo këshill ka ardhur nga Skender Dushi, sekretari parë i ambasadës. Edhe tjerë, edhe duhet ta them, zoti Merovci, se është e vërtetë se broharitjet marksizëm, leninizëm nuk kanë ndaluar gjaton marshimit në për bulevardet gjermane. Ka pas edhe kritika, kemi pas nga pala gjermane. Na kanë pyet, kërkoni drejta elementare të popullit tuaj dhe broharitni marksizëm, leninizëm. Sikur nuk shkon. Dhe me kohën mandej u largun këto parolla, le të themi, apo jo? Janë largua, natyrisht këto u largun mas një kohë, sepse unë kam spjeguar në për qendra, ku i kemi pas qendra tona, Hamburg, Bremen, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart e tjera, edhe disa e kuptuan se është parollë jo adekvate për të kërkuar drejtësie dhe drejta njerëzit për ne. E kupton dikur, mirë po, ma vonë me themelimin sidomos themelimin e Lidhjes Demokratike, pastaj ndryshon edhe thirrjet. Shikues të nderuar, ky ishte Bacaxhavit Ramabaja, modest, fjalë pak dhe dashës i vërtet, duke ju paralajmëruar për pjesën e dytë të shtundën e ardhshme në ora 21 në KTV dhe YouTube, ku do të përfshihet periudha pas vitit 1990, këtu po e përfundojmë edhe këtë emision fakte. Krejt në fund ju njoftoj se libra të premtet nga autori emisionit fakte mund të gjeni në librarin Dugaxhini. Për informata rreth furnizimit, thirrni dhe shkruani në Viber dhe WhatsApp në numrin e shënuar poshtë, krejt në fund. Pini ujë rrugove, hani vipa chips dhe udhëtoni me fibula.
Falënderim për kompaninë Medika dhe pronarin e saj Ardianin, i cili çdo herë është në përkrahje të emisionit Fakte. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.